një fushat ma të qetë për arsye se qëto partijën që janë në Kosovë, qëto subjekte politike, edhe këta duhen me mësu, thanë edhe kolegët, prej gabimeve, për arsye se kemi pas qaq fymjet në dhaja dhe ofendime fushatën e kalume, sa që kanë qenë edhe një farë lloj paravani, kisha me thonë që çdo herë a kanë qenë sinqert apo jo mundemi me diskutu, mirë, por nuk ka ardhur deri në bashkëpunim. Siç po shihet, ka me qenë një kohë shumë e shkurtë edhe nuk ka me mujt me u përgatit një program përpos asaj se çka kanë partitë deri më tani, edhe kanë mu shfrytzu ato programet të cilat i kanë pas, çka mundemi me thonë për partinë e cila është në pushtet, vetëvendosje, as atëherë me nënt shkurt e kemi diskutu këtu në këtë studio që nuk kanë pas faktikisht asnjë program të cilin e kanë paraqit. Gjitha partitë tjera kanë qenë më të përgatituna, kanë pas një platformë, kanë pas një program, dhe vetëvendosja në atë rast se kemi diskutu disa herë nuk ka pas. Tjetra çka është, edhe pse po e shohim që gjua është ashpërsu shumë, për fat keq, unë nuk po mdu këtë krenari po e argumenton, po thotë edhe në Amerikë shohën, na këtu nuk jena Amerikë, edhe jena qasht vegjël, si një aspëdia jena një qytet, a një paralagje, e një qytetit madhë Amerikan, kështu që ma mirë është me i ullë gjaknat, edhe ma mirë është me qenë konstruktiv, për arsye se përafërsisht, edhe në këtë kohë kur po flasim e din se lëvizje do të ketë, dikush do të vjen, dikush do